Sa herë që dalim në qytet me burrin, gjithë na bëjnë me zi vjerrit. Vetë dalin knaqen, e këty një bëjnë me zi. Pse po shkani, ku po shkani, a? Aso probleme. A është e drejtë kjo? Parimisht themi nuk është e drejtë kjo. Vjerria e ka në rolin e babës edhe të nanës, edhe për djalin, edhe për nusën. Edhe duhet me këshyr ata si fëmijët e vet. Edhe duhet më gëzu kur ata dalin. Normal, edhe nga ana tjetër, edhe ju tash ti me burrin tan, mbas pyetjes që ke bë, tham, edhe ju nuk duhet më të tepru tash atyne. Po penzam se ju s'jeni t'ja tepru. S'jeni t'ju lanë aty në punë të keq, s'jeni t'ju lanë aty në fëmijët me këshyr, ata mos me mujt me këshyr, s'jeni t'ju lanë mysafirët e me dal ka 10 orë ose ka 2 ditë mos me arë në shtëpi. S'jeni t'u e batën. Nëse e bani ata, s'po bani mirë, se çdo teprim nga të dyja palët është i ndaluar. Por nëse ata thjesht vetë se ti po dal me burrin tan, që ki drejt me dal me burrin tan. Edhe pse e këshilloj burrin tan, që në herë me marr edhe babën e nanën, edhe ty bashkë me dal, ka herë me dal veç me ata, po normal edhe ma shumë me ty tash se je bashortja ati. Ta gjojmë një mesatare, po i këshilloj ata vjerriqe. Mos ta bëjnë këtë gabim, se për një me kemi raste kur për fat keq lypin shumë detaje, ngushtohet djali, ngushtohet nusja, ku po shkoni, pse po shkoni. Po, unë tham që në këtë rast burri yt duhet me reflektu ma shumë. Ata me i knash prind të vetë dejnë atë masë, se ata mos me pas arsye kur dilni ju me u kap të ju. Po edhe pse ju me thonë babdan ma ban halal, po kam do privatësi edhe unë e tjetës teme. Ju këshilloj, ju që jeni matëri, pa thamë, më ranat lejumës, kalon e jetën lumëtur me gratë e juja. Kur është për me dalë me shetit dilni, kur është me shku dikun shkoni, respektani njëni tjetërin, sepse vitet kalojnë shpejt, pastaj vjen një kohë kur bëhen fëmijët, rriten fëmijët, kapin gajle tjera, edhe me dasht me dalë, mo nuk e ndjen atat, si të them unë, atë qetësinë bashkëshortore, pas një kohë. E kjo, le tjetë këshill për juve, nga dikush që ka provu.